Kur besimi yt vjet në dyshim, çfarë bën? Në Izrael shumë njerëz ndaluan se adhuruar i Zotin dhe filluan të ndiqnin Baalin. Pastaj një thatësirë e tmerrshme goditi tokën dhe të gjithë u ndjen të pashpresë. Profeti Elia tha: "Mjaft debatuat me fjalë, le të bëjmë një provë publike." Ai i mblodhi njerëzit në malin Karmel dhe i tha profetëve të Baalit të fillonin të parët. Ato thirrën gjithë ditën, kërcyen, bërtiten, madje edhe u pren, duke ju lutur Baalit të dërgonte zjarr për të djegur flijimin. Por nuk ndodhi asgjë. Pastaj erdhi radha Elias. Ai e bëri provën edhe më të vështirë me qëllim. Holli aq shumë ujë mbi flijim sa që e lagu plotësisht dhe uji rrolli deri në një hendek. Normalisht kjo do ta bënte të pamundur ndezjen e zjarrit. Por Elia thjesht u lut, duke kërkuar Zotit t'u tregonte të gjithëve se kush është Zoti i vërtet. Zjarri ra nga qielli dhe dogji flijimin, drut, madje dhe ujin. Në atë çast, njerëzit e kuptuan, Zoti i Elias është i vërteti. Pyetje për ty, a mendon se mrekulli të tilla ndodhin edhe në ditë sotme? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft. Nëse kjo video të foli, bëj follow. Poshta Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.